Federata Pan-Shqiptare e Amerikës, Vatra, është një federatë e shqiptarëve në Amerikë, e krijuar 28 prill 1912 në Boston, e cila ka patur si mision historik mbrojtjen dhe garantimin të drejtave të shqiptarëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe ka ndërmarrë përsipër lobimin në Kongresin e Shteteve të Bashkuara për të drejtat e shqiptarëve anë mban botës. Vatra u themelua nga Falconica, Lambi Çikozi, Fan Stylianoli, Kristof Loqi, Elia Tromara, Naum Cere dhe Costa Kota. Pjesëtar të tjerë të shquar që u bashkuan federatës ishin Konstantin Çekrezi dhe vëllezërit Pani nga Dardha. Vatra ka gazetën e saj Dielli. Vatra funksionoi në një farë mënyre si një formë qeverie shqiptare në mërgim. Vatra dërgoi Nolin dhe Konicën në Evropë për të mbrojtur interesat kombëtare të Shqipërisë. Vatra zhvilloi një fushat lobuese gjatë konferencës së paqes në Paris në 1919, duke u përpjekur për të influencuar vendimin e delegacionit amerikan. Ndërkohë Mihal Turtulli dhe Mehmet Konica u aktivizuan në negociatat me italianët në lidhje me krijimin e qeverisë provizore shqiptare dhe u përgatiten për kongresin në Durrës në 1918. Vatra është organizimi më i gjatë i shqiptarëve në të dyja anët e Atlantikut dhe në mbar botën shqiptare. Kontributi i kësaj federate në çështjen kombëtare dhe formimin e shtetit e ka kthyer Vatrën në një simbol të nacionalizmit shqiptar dhe patriotizmit. Të 2 vjeçare u nda nga jeta Agim Karagjozi, ish kryetari i Federatës Pan-Shqiptare Vatra, president nderi i kësaj federate. Në 2 prill 2008 u nda nga jeta inxhinier Agim Karagjozi, kryetari historik i Vatrës. Kryetari inkurajues i shqiptarëve të Amerikës që do të ndihmonte atë ton të dashur të rilinte pas rënies së komunizmit. Zoti Karagjozi, pinjoll i një nga familjeve më fisnike gjirokastrite, u nda nga jeta në Long Island të New Yorkut. Agim Karagjozi ishte kryetari i Vatrës dhe president nderi i saj. Ai vdiq në moshën 92 vjeç. Agim Karagjozi erdhi në Shtetet e Bashkuara në vitin 1956, pasi kishte përfunduar studimet në Robert College të Stambollit për inxhinieri elektrike. Karagjozi nisi të aktivizohet në Federatën Pan-Shqiptare Vatra, duke filluar nga viti 1960 dhe ka qenë kryetari i saj në vitet 1992-2010. Në mars 2010, për arsye shëndetësore, ai dha dorëheqjen si kryetar dhe Vatra e zgjodhen president nderi. Agim Karagjozi do të mbahet mend për shpirtin atdhedashës që shërbeu si frymëzim për anëtarët e Vatrës dhe për komunitetin shqiptaro-amerikan. Ai dha një ndihmës të dorës së parë për ruajtjen e vazhdimësisë së Vatrës dhe organizoi punën që gazeta e saj Dielli të dilte pa ndërprerje me gjithë vështirësitë e saj financiare. Gjithashtu Karagjozi ishte ndër kontribuesit kryesor dhe këmbgulës që Vatra të kishte shtëpinë e saj. Në pranverë të vitit 1999, Karagjozi ishte në krye të një përfaqësie shqiptaro-amerikane që u takua me presidentin Bill Clinton për të inkurajuar administratën të ndërhynte për të penguar shtypjen e përgjithshme ndaj shqiptarëve në Kosovë. Bashkë me shqiptarët e tjerë të Amerikës, ai udhtoi deri në Tropoj për të takuar me luftëtarët e plagosur të ushtrisë shqiptare të Kosovës, duke dhuruar medikamente dhe të holla. Në intervistat që i ka dhënë medias shqiptaro-amerikane, Karagjozi ka shprehur dëshirën që Shqipëria të njihte përparim në rrugën e re të demokracisë dhe inkurajonte shqiptarët e Amerikës që të ndihmonin me të gjitha mjetet atë dheun që po rilinte. Agim Karagjozi do të mbahet mend si njeriu i përkushtuar që luftoi deri në fund për të bërë detyrën ndaj atë dheut. Edhe në rrethanat më të vështira, sidomos si një antikomunist i përkushtuar deri në vdekje. Vatra ka luajtur rol shumë të madh, qoftë me punën që bënte këthe nga Amerika, qoftë me Vatran që u kthye në Shqipëri dhe luajtur rol shumë të madh në Shqipëri. Ka luajtur rol gjithashtu në
futjen e parimeve demokratike amerikane në Shqipëri, në praktikën e parimeve demokratike. Këto janë shkruar shumë edhe shtën shumë për këto, janë gjëra që dihen. Noli tash në një fjalim që mbajt një vend e pash prapë në kohët e fundit që po mos kishte qenë për Vatrën, ndoshta Shqipëria nuk do të ketë bërë kurrë. Fai Konica ka thënë që në vitet e gjatë viteve të luftës së parë botërore, Vatra funksionoi si një qeveri shqiptare, ishte zëri i Vatrës, zëri faqësues i popullit shqiptar, i kombit shqiptar. Këto janë gjëra shumë të mëdha dhe këto kanë hedhur themelet, këto i kanë dhënë Vatrës një vend deri që s'ka gjë që e shlyen, do të thonë. Edhe pse më vonë Vatra nuk ka lozë role të tilla, pse u bë shteti shqiptar, nuk i mbeti Vatrës me një rol i tillë, megjithatë ato historiku i saj, arritjet e mëdhaja të saj i kanë dhënë asaj një vend shumë të rëndësishëm në jetën kombëtare shqiptare. Edhe pastaj Vatra ka vazhduar gjithkohën, edhe këto 30-40 vjet e fundit, 40 vjet e fundit që kemi qenë neve, duke filluar me mërgata nacionaliste antikomuniste që kemi në Amerikë, është bërë mjaft punë, është mbajtur gjallë shqiptarizmi në Amerikë, është bërë e ditur botës halli i Shqipërisë në komunizëm. Edhe tash në kohën e tashme, mund të them se e njëjta gjë po ndodh, me qëndimet që ka marrë Vatra, po tregon të vërtetën realitetin e gjendjes në Shqipëri, pa kompromise, pa lëshime, ajo çështja e vërteta e kemi thënë dhe po e themi. Do të shkoj pak mbrapa, 10-12 vjet mbrapa, kur qysh në 90-ën, kur kujtuam se ra komunizmi deri diku, por nuk ra komunizmi tamam në Shqipëri. Vatra i gjendesh në një pozitë dobësor shumë. Shqipëria në unë për vend time, shumica më duket mua, kemi shumë të zgënjur, pak më gjë. Shqiptari i ri që krijoi të Enver Hoxha me komunizmin e tij, ai shqiptari i ri është një shqiptar që duhet edhe një herë të kthehet shqiptar, se nuk është të vërtet, nuk ka tipare shqiptare, nuk ka karakteristika shqiptare. Duhet ta them shqipen, duhet dim të vërtetë se ç'është. Edhe kjo që njëri preket të ofendohet që mos i kryetari Vatrës të fjalë të tilla, po kjo është e vërtetë. Në lidhje me jetën e Vatrës, që ka pasur fërkime, ka pasur mosmarrëveshje, ka pasur luftë në mjet Norit e Konicës, gjitha këto. Po gjitha këto nuk tregojnë gjë tjetër veçse një organizatë demokratike, që secili shfaq mendimin e tij. Kjo është organizatë kombëtare pa kompromise, pa lëshime. Edhe kjo është për mua një pasuri më vete për shqiptarë, që shohin që ka një organizatë kombëtare që nuk bën kompromise, që nuk shitet as blihet. Të flasim realisht, gjë me rëndësi është që Vatra është e gjallë, vazhdon të jetë e gjallë. Që të mbash një organizatë etnike në Amerikë, të mbash gjallë, edhe Vatra po afron sikurse dje që i mbushin 100 vjet tash, edhe Vatra për 3 vjet mbushin 100 vjet. Sikurse u thadë në ligjëratat e sotme, që një organizatë etnike të rojë në Amerikë ka një kohë të gjatë, është një gjë e jashtëzakonshme, prandaj neve të ndjehemi krenar, e quajmë që është një pasuri kombëtare, edhe jemi shumë të gëzuar që po kontribuojmë për ta mbajtur gjallë, edhe jemi të bindur se do të vazhdojë edhe për shumë e shumë vjet tjera. Neve është një ringjallje pas 100 vitesh. Një ringjallje? Po, mund të them se do kisha për të thënë se që nga dita e sotme, për disa arsye të tjera që kanë ndodhur para kësaj dite, parashikimit tona janë që do të ketë një ringjallje, do të ketë një ringjallërim. Për mua, si për gjithë shqiptarët, kjo ditë është më e madhe në historinë e Shqipërisë, pas pavarësisht në vlorë 28 nëntori 1912. Nuk mund të presim dëzim, realisht nuk mund të presim një arritje kaq më të madhe se sa kjo dita e sotme. Prandaj të gjithë jemi shumë të gëzuar, kam thënë me kohë, tani më tha një shoku im gjë të tillë që kam thënë me kohë, po të arritë të shoh pavarësinë e Kosovës të realizuar, unë shkoj në varr i lumtur. Edhe mund të përshëtet një tërë fjalë, jam aq i gëzuar dhe aq i lumtur sa këto më mjaftojnë të ndajem nga kjo botë kur vi dita pa brenga në shpirt. Kemi hequr shumë, kemi vuajtur shumë, kemi shumë dhëmje në shpirt, po që ishte një kurorëzim kaq më të bukur se kjo nuk më kishte presuar kurrë. A mendoni se janë realizuar është aspiratët e shqiptarëve? A janë realizuar aspiratët e shqiptarëve? Të them drejtën, unë
Nuk në gjithojmë të bëj konkluzionin në këtë minutë dhe shprej mendimin në këtë minutë për aspiratat e shqiptarëve. Neve në janë bën shumë pa drejtësira. Shqipëria, trojt shqiptare, trojt armëri janë qoptuar, i kanë marrë të tjetë, ka shumë troje shqiptare kënë akoma. Unë jam në origin nga Çamëria. Tani ca kohë më parë pash një hartë Shqipërisë etnike, pash ato vendet e Çamërisë, gjithë ata qytete që unë një shumë mirë di nga i madh që më tregonte kontaktet që kam pasur, gjithë ato që më kanë shkaktuar të dëgjoj. Shqipëria se akoma ka troje shqiptare akoma të shkaktuar, nuk mund të themi që është një realizim i plot i të drejtave shqiptarëve. Po është një hap shumë i madh, shumë i gëzueshëm, që demi të gjithë duhet jemi optimist. Tani është në dorën e shqiptarëve të punojmë me mend, nuk mund të rrim pa përmendur në këtë mes fatbarësinë e madhe tonin që na doli Amerika, na dha dorën e na ndihmoi që të harrim këtë ditë. Këtë tutje më duket që është në dorën e shqiptarëve që të veprojnë me mend, në harmoni me njëri tjetrin e të kërkojnë ç'është e mundi që mund të arrijnë nga ato që kanë mbetur pa plotësuar. Mbas asaj që bëri presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Wilsoni, a mendon se Clintoni dhe George Bushi kanë po të njëjtën gjë sot për Kosovën? S'ka dyshim se po. Wilsoni atëherë ishte i ndikuar nga ndjenjat e tija humanitare, ndjenjat e drejtësisë. Sot çështja, këtë po e them për herë të parë, sot ka rëndësi një aspekt politik, edhe ky aspekti politik është më i gjerë, shtrihet më tepër se sa vetëm ai aspekti humanitar, human i Wilsonit në atë kohë. Wilsoni, me sa kam kuptuar, me sa kam mësuar, na respektoi Shqipërinë. Ndoshta pa ndërmjet Wilsoni në atë kohë, në 19-ën, ndoshta nuk do të bërë Shqipëria fare. Po ishte një Shqipëri e cunguar, një Shqipëri e vogël, jeni në njohës Wilsonit e dini, gjithë shqiptarët përdorin emrin e tij, shqiptarët përdorin emrin e Wilsonit. Kjo veprimet e Amerikës vitet e fundit, që nga 98-a sidomos, edhe më parë, Amerika ka mbështetur gjithë të drejtat e shqiptarëve në Kosovë dhe kudo. E gjatë historisë gjatë historisë e di nga njerëz të informuar mirë që gjatë gjithë historisë Amerika i ka mbështetur drejtat e shqiptarëve me të drejtë, se kanë ndjekur rrugën e drejtësisë. Veprimet, qëndrimet e qeverisë amerikane, qoftë Clintoni, qoftë Bushi dhe politika amerikane në përgjithësi është një politikë me rrënjë shumë të shëndoshë. Ne mund të kemi besim të plotë se kjo nuk është një gjë e përkohshme, nuk është një akt i vetëm, është politika amerikane, një kohezion me politikën amerikane, prandaj ne vetë Vatra bashkoi gjithë shqiptarët e Amerikës, ata që ishin atë kohë, se ishte një problem imediat, një problem urgjent, një problem i kohës. Edhe ishte e lehtë, gjithë ishin me një zë. Sot shoqëria shqiptare është shumë më komplekse, shumë e avancuar, ka shfusha aktivitete shumë më të gjera se kishin atë kohë. Prandaj këti mblesh të gjithë në një umbrell, mua më duket si e parealizueshme, por ka një gjë që duhet kemi frymën e mirëkuptimit, frymën e bashkëpunimit me njëri tjetrin, që të bëjmë veprime së bashku. Edhe kjo është e mundshme, e më duket se nuk kanë një dëm pse të jenë njerëzit të ndanë në organizata ndryshme, partita ndryshme, ka dhe organizata lokale, siç është shoqata Dibra për shembull. Ata bëjnë edhe veprimtari që i takojnë Dibrës, rrethit të tyre, zonës të tyre, ka shoqata Peja, ku edhe shoqata shumë të tjera të ndryshme. Unë nuk besoj se kanë një dëm nga këto, po do të jetë të gjitha të drejtuara nga fryma kombëtare. Duhet mbi gjitha duhet të ndjenja kombëtare shqiptare, po të jetë ajo, nuk ka problem. Shërbimi funeral u mbajt me 3 prill, savarrimi i tij u mbajt me 4 prill, në të cilin morën pjesë figurat më të shquara të Vatrës, komunitetit shqiptar dhe diplomacisë së dy vendeve tona, Shqipërisë dhe Kosovës. Njeriu nuk vdes me largimin prej kësaj bote në botën tjetër. Njeriu vazhdon të jetojë. Vepra e tij, puna e tij, gëzimi, memorjet të cilat i ka mbjellë të secili prej jush, do t'jenë ato të cilat do t'jetojnë për te, do t'a sfidojnë vdekjen fizike të cilën natyra e krijon. Ashtu si ka punu për gjithë shqiptarinë, si ka punu për kohë të gjatë dhe i ka dediku jetën e tij për fuqizimin të shtetit të Shqipërisë dhe shtetit të Kosovës. Ai do të mbahet në mend prej secilit prej nesh, për ndihmën e tij. Ja e Zotit Karagjozi
është një humbje jo vetëm për ju familjar, të dashurit e tij, por është një humbje e madhe për gjithë komunitetin shqiptar, për gjithë diasporën shqiptare në Amerikë, sepse komuniteti ka humbur një veprimtar të shquar, ka humbur një patriot dhe ka humbur një veprimtar të palodhur për çështjet kombëtare. Faktikisht Shqipëria e ka nderuar zotin Karagjozi me çmimin e lartë, titullin e lartë nderi i kombit. Dhe ai është nderi i kombit shqiptar. E gjitha treve shqiptare, sepse puna e tij dhe veprimtaria e tij do të ngelet fort në kujtesën tonë dhe patjetër do të jetë një shembull i vyer për gjeneratën tonë dhe për të gjithë veprimtarët e tjerë. Because he was our mentor for politics, and really he was like a father. He teach everybody to be calm and patient. Even one time I asked him, in a Christian, I think so he was, Agim, are you sure you're Albanian? Because our Albanians, in blood, we have something, so we react in right way. So he was calm and he had patience for everything. So even he said, nothing you can do with that. Just sit, talk to the people, love people, and don't hate. Thank you for that. It is a special remembrance to recall Agim Karagjozi, whose devotion to and deeds as President Emeritus of the Pan-Albanian Federation, Vatra, helped secure a permanent home for the venerable organization. His sincerity of spirit and gentle demeanor enabled him to win many friends for worthy Albanian causes during his long tenure, yet did not disguise a discerning aptitude drawn from his education in the engineering field. As a man of subtle principle, Agim never failed to risk his reputation for controversial issues once he deemed them worthy pursuits. For this reason, he was a man for all seasons, ever present, reliable, and honorable. Whether in agreement with others or not, he was eminently likable by nature because he genuinely enjoyed and respected others, an all too rare human attribute that was mutually rendered to him and shall thus honor him. Dhe si u dheks si shoqatës. Ai nuk bërtiste, nuk urdhëronte, vetëm arsyetonte me maturi dhe kujdes dhe gëzoi kur anëtarët e kryesisë e kuptojnë se ajo që kërkonte ai ishte për të mirën e shoqatës dhe për të mirën e kombit. Flowers, we come around, put the flowers on the casket and say your last goodbyes. Cause is what drove him at all times, and that we all have to continue to raise the flag of the nationhood